Dakor. Tani po kalojmë tek pjesa e shëndetësisë. Kolumnën e 26 prillit e keni titulluar Spitale pa mure. Të drejtën kur e lexon çikin parë për nga titulli, mundesh edhe me paragjiku pa e pa përmbajtjen brenda që spitaleve tona edhe ashtu vetëm muret i kanë. Tani ministri Aliu po i rronon edhe këta mure, çfarë po mbetet brenda. Realisht si qëndron gjendja e shëndetësisë në vend pas periudhës tashmë keni kremtuar edhe keni shënuar edhe në 1 vjetorin prej kur keni marrë këtë pozitë? E vërtet. Pra nuk korrononi edhe ato mure që kanë kam pasur 1 vjet si ministër në shëndetësi dhe do të kishte qenë shumë e pandershme. Unë sot përpara juve dhe qytetarëve t'ju them që shëndetësia sot është shumë më mirë sa ka qenë dje. Pse është e pandershme? Për shkak se shëndetësia ka akumuluar vërtet me vite dhe me dekada probleme të cilët kanë qenë të pasgjidhura. Po diçka mund të them dhe këtu jam shumë i sigurt që asnjëri nga ju, as nga qytetarët nuk mund të thotë që nuk është ashtu. Shëndetësia tani ma ka rrugë. Është definuar rrugtimi se si duhet të duket. Ato kolumna që i shënoj çdo javë, çdo të dia, nuk janë rastësi, pasi që proceset në shëndetësi, kështu siç i bëjmë ne në shëndetësi, janë të panjohura për qytetarët, edhe për pacientët, por shumë shpesh edhe për mjekët. Për shkak se të definosh një strategji nacionale, e cila do të fletë që nesër do të kontrollojmë sa mjek do të na diplomojnë, sa motra medicinale dhe teknik, që s'është bërë asnjëherë në histori, nuk është folur jo të bëhet, është e pakapshme. Pra, për herë të parë, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Arsimit, ne kemi grup punues i cili për 10 vjet do të dimë sa motra medicinale do të regjistrohen dhe sa prej atyre ku do të punësojnë dhe si do të punësojnë. Pra, një projektim në nivel të shtetit për 10 vjet është minimal në shëndetësi. Për 2 arsye. Arsyeja e parë është që profili një mjeku definohet minimum me 9 vjet. Dhe çka kemi bërë? Kemi ndryshuar përveç 15 ligje, që të kemi kornisë ligjore të shëndetësisë, neve kemi definuar edhe strategji nacionale për këto 3 shtylla që i përmenda më herë. Pra tani, ideja e krijimit të shëndetësisë do të jetë në bazë të performansave matëse, në bazë të nevojave dhe në bazë të infrastrukturës shtetërore që e kemi.